Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, ju ftojmë këto momente të lutim së bashku lutjen e mëngjesit. Sot është e diela e tretë e kohës së kreshmeve. Psalmet i marrim nga java e tretë e psalterit. O hyj më eja në ndihmë. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Himni. Me fytyrë për dhe të lutemi, të gjithë ne sot të thërasim, të qajmë para gjykatësit, të ulim flakën hakmarrëse. Me të zezat tona, o Zot, shpirt mirësinë tënde fyejmë, nga lart na jep mëshirën, ti që fajet tona shlyen. Mendo, bijtë tu ne jemi, ndonë se nga balta e mrast, lutemi mos t'i japësh tjetrit nderin e emrit tënd. Pakso të keqen që bëm, shto të mirën që të lypim, me çka mund të pëlqejmë ty, qysh tash e përgjithënjë. Na ndihmo Trini e lume, na lejo njëni e vetme, për të tu të jenë të fryqshme, këto dhunti të përkora. Amen. Antifona e parë. Më i fortë se shungullima e shumë ujrave është zëri i mësimeve tua, o Zot. Psalmi 93 rreshtat 1-5, madhërimi i pushtetit të Zotit. Hyi mbretron, u vesh me madhëri, Zoti u vesh me fuqi u ngjesh, të palekundshme e bëri botën, asesis do të trandet. I patunshëm është froni yt, qysh prej fillimit, ti je i amshueshëm. Lumenjt e ngritën, o Zot, lumenjt e ngritën zërin e vet, lumenjt e ngritën ushtimin e vet shurdhuese. Më i fortë se ushtima e ujrave të mëdha, më i përfirgueshëm se deti i tërbuar, i madhërueshëm është Zoti në lartësi. Dëshmitë tua janë plotësisht të besueshme, shenjtëria i përket shtëpisate, për gjithmonë e motë e jetës, o Zot. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. më i fortë se shungullima e shumë ujrave, është zëri i mësimeve tua, o Zot. Antifona e dytë. Ujëra dhe burime bekojeni Zotin, këndoni dhe kremtojeni në shekuj. Kënga marrë nga libri Danielit profet kapitulli 3. Çdo krijesë le ta lavdëroj Zotin. Bekojeni të gjitha veprat e Zotit Zotin. Lëvdojeni dhe madhërojeni në shekuj. Bekojeni engjëjt e Zotit Zotin. Bekojeni o qiej Zotin. Ujëra që jeni përmbi qiell, bekojeni Zotin. Të gjitha ju o fuqi, bekojeni Zotin. Diell e hën, bekojeni Zotin. Yjet e qiellit, bekojeni Zotin. Të gjitha shirat e vesa, bekojeni Zotin. Të gjitha ju o erra, bekojeni Zotin. Zjarr e nxehtësi, bekojeni Zotin. Acar e vap, bekojeni Zotin. Ves e brym, bekojeni Zotin. Akull e cegëm, bekojeni Zotin. Breshra e borëra, bekojeni Zotin. Net e dit, bekojeni Zotin. Dritë e errësirë, bekojeni Zotin. Vetëtima e re, bekojeni Zotin. Toka e bekovët Zotin. Lëvdojeni e madhërojeni në shekuj. Bekojeni o male e kodra Zotin. Bekojeni Zotin, të gjitha bimësitë e tokës. Dete e lumenj, bekojeni Zotin. Bekojeni burime Zotin. Përbindësh e gjithë shka lëviz në ujra, bekojeni Zotin. Të gjithë shpendët e qiellit, bekojeni Zotin. Kafshë të egra e shtëpiake, bekojeni Zotin. Bijtë e njeriut, bekojeni Zotin. Bekoje o Izrael Zotin. Lëvdojeni e madhërojeni në shekuj.
Priftërinë të Zotit, bekojeni Zotin. Shërbëtorët e Zotit, bekojeni Zotin. Shpirtra e frymtë të drejtëve, bekojeni Zotin. Shenjtër e të përvujt në zemër, bekojeni Zotin. Anani, Azari, Misael, bekojeni Zotin. Lëvdojeni e madhërojeni në shekuj. Të bekojmë Atin e Birin e Shpirtin Shenjtë. Ta lëvdojmë e ta madhërojmë në shekuj. I bekuar jeti o Zot në kupën qiellore. I lavdishëm e i madhërueshëm në shekuj. Ujra dhe burime, bekojeni Zotin. Këndoni dhe kremtojeni në shekuj. Antifona e tretë. Mbretër dhe mbar popuj të botës, lavdërojeni Zotin. Psalmi 148, rreshtat 1 deri 14. Lavdërimi i hyjit, Zot dhe krijues. Lavdëroni Zotin prej qiellit, lavdërojeni atë në lartësi. Lavdërojeni të gjithë engjujt e tij, lavdërojeni të gjithë ushtritë e tij. Lavdërojeni diell e hën, lavdërojeni të gjitha yjet ndriçuese. Lavdërojeni qiejt e qiejve, edhe ju o ujëra që jeni mbi qiell. Le ta lavdërojnë emrin e Zotit, sepse ai urdhëroi e ato u bën. I vendosi ato për jetë të jetës, sipas ligjit që nuk njeh ndryshim. Lavdëroni Zotin ju që jeni mbi tokë, për binsha të detit dhe të gjitha humnerat. Ti o zjarë e breshër, bore mjegull, ti o erë e stuhishme, që kryen urdhrin e tij. Male e kodra të gjitha, lëndë frutore e të gjithë cedrat. Egërsirat e të gjitha baktit, zvaranik e ju o shpend me flatra. Ju o mbretrit e dheut e popujt të gjithë, princa e të gjithë gjykatësit e dheut. Djelmosha vajza, pleq e foshnja, le ta lavdërojnë emrin e Zotit. Sepse i madhërueshëm është veçemri i tij, madhëria e tij te kalon qiell dhe ai e ngre fuqinë e popullit të vet. Mburje për të gjithë të drejtët e vet, për bijtë e Izraelit, popull i afërm i tij. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. mbretër dhe mbar popuj të botës, lavdërojeni Zotin. Leximi i shkurtër krahason me librin e Neemis profet, kapitulli 8, rreshti 9 dhe 10. Kjo është ditë që i kushtohet Zotit hyjit ton. Mos jini të trishtuar, as mos qani, sepse është ditë e shenjtë e Zotit ton, dhe mos u trishtoni, sepse gëzimi i Zotit është fuqia juaj. Përgjigja e shkurtër. Zoti kujdeset për udhën e të drejtit. Zoti kujdeset për udhën e të drejtit, Bën që të ndriçojë mëshira dhe paqja e tij. për udhën e të drejtit. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Zoti kujdeset për udhën e të drejtit. Kënga ungjillore Benediktus. Antifona. Rënojeni këtë tempull e unë do ta rindërtoj për 3 ditë, thot Zoti, porse Jezusi foli për tempullin e trupit të vet. Kënga Zakari sipas Lukës ungjilltar, kapitulli i parë, Mesia dhe paralajmëruesi i tij. Qoftë bekuar Zoti, hyi i Izraelit. Që e pa dhe shpërbleu popullin e vet. Ai e ngriti shpëtimtarin ton, Në shtëpinë e Davidit, shërbëtorit të vet, sikurse premtoi ka herë, me gojë të profetëve të tij të shenjtë, se do të na shpëtoj prej armiqve tan, dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë, se do të bëj mirësinë që ua premtoi etërve tan,
e do t'i bjerë në mend beslidhja e tij e shenjtë, e betimi që bëri në të mirën e Abrahamit atit ton, se do t'na e bëj të mundshme t'i shërbejmë pa frikë, të çliruar nga duart e armikut, në shenjtëri e drejtësi para tij për çdo ditë të jetës sonë. e ti o djalosh do të quhesh profet i të Tejet Lartit, Sepse do të shkosh përpara Zotit për t'ia përgatitur udhët, për ta dhënë në dijeni popullin e tij, se hyi do ta shëlboj duke ja falur mëkatet e tia, në sajet të zemrës së dashur të hyjit ton, që do t'na e dërgoj në pasi prej qiellit diellin, për të shndritur ata që gjenden në errësirë dhe në hijen e vdekjes. për t'i drejtuar hapat tanë në udhën e paqes, Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. rënojeni këtë tempull, e unë do ta rindërtoj për 3 ditë, thot Zoti, por se Jezusi foli për tempullin e trupit të vet. Lutjet e besimtarve. Shëlbuesi ynë me mirësinë e vet e ka merituar këtë kohë të shëlbimit. Atë e bekojmë dhe përzemërsisht e thërasim në ndihmë. O Zot, krijoje në ne një shpirt të ri. O Krisht jeta jon, ti ke bërë që me misterin e pagëzimit të varrosemi me ty dhe me ty të ringjallemi në jetë. Bëj që ne sot të bëjmë një jetë krejtësisht të re. O Zot, krijoje në ne një shpirt të ri. O Zot, ti u ke dhuruar njerëzve dhurata të shumta. Bëj që edhe ne të kujdesemi për të mirën e të gjithëve. O Zot, krijoje në ne një shpirt të ri. Bëj që edhe ne të veprojmë në drejtimin e ngritjes së një shoqërie të re. Dhe njëkohësisht të kërkojmë atë dheun qiellor. O Zot, krijoje në ne një shpirt të ri. Mjek i shpirtit dhe i trupit, shëroj plagët e zemrës sonë. Që vazhdimisht të fitojmë ndihmën tënde në rrugën e shenjtërisë. O Zot, krijoje në ne një shpirt të ri. Ati ynë që je në qiell, u shetrofte emri yt, ardh mbretëria jote, u bëft vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. O hyj, ti që je autori çdo mëshire dhe mirësie, ti që dëftove se shërimi i mëkateve qëndron në agjerim, në lutje dhe në lëmosh, shikoje me mëshirë dëshmin tonë të përvujt, bëj që ne të cilët me ndërgjegjen tonë tërhiqemi ka sendet e ulta, me mëshirën tënde të ngrihemi gjithmonë nga sendet e larta, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt prej çdo së keqeje dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.